Bashkia Shkodër ka nisur rikonstruksionin e mëkatës për të krijuar kushte të përshtatshme tregtimit të mishit dhe peshkut. Është do të thoya një projekt i cili përlotëson të gjitha standardet e një shërbimi do të thoya unë europian në qytet. Së bashku me pjesën e tregut frutaperimin do të kemi këtu një kompleks shërbimi mjaft mirë për qytetin. Sigurisht do bëjmë të 2-3 ndërhyrje në pjesën e hyrjes në treg për të sistemuar pjesën e hyrjes dhe mendoj do të kemi këtu një kompleks të vlefshëm. Unë jam shumë i gëzuar që bashkia më në fund erdhi në këtë moment dhe shumë shpejt mendoj në 2-3 muaj do ta kemi gati, shpresoj para festave të vitit të ri të jetë i vlefshëm për gjithë banorët e Shkodrës. Të gjithë dyqanet anësore dhe pjesa e dyqaneve brenda bashkë me ambientet ndihmëse. Këto do të jenë dhomat frigoriferike në të gjithë perimetrin e saj dhe dyqanet e shitjes në funksion të dhomave frigoriferike dhe dyqaneve anësore. Sigurisht ambientet ndihmëse të WC-ve, dhomat e zhveshje, një bar kafe do të jetë pjesë e brendshme. Gjatë kësaj vizite, Beci paralajmëroi zero tolerancë për tregtarët ambulant që vijojnë të shesin në rrugë. Edhe ata ja punojnë tan ditën. Dhe ti gjë mu je pas ato gjë. Ti të bësh gjithë janë njësoj. Ti s'mundesh të më ulën kryt vendit. Jam kryt vendit. Je kryt vendit. Këto do lëvizin. Ti s'do ulesh më këtu. Të kena dhënë një vend atje, do pagush lek si gjithë tjerët, sepse njerëzit janë të punuar në një radhë të rri këtu. Je ul kryt vendit këtu, s'pagun as lek, ja ke zon aty ne. Dhe je gabim total. Zonja ka drejt, më tha, më ofro diçka tjetër, i kam ofru me shku, me marr deri atje. Kjo do lirohet sot do vi kthehem prap, këtu s'do ket asnjë, bëni kontratën, futuni atje mrapa dhe kjo do pastrohet. Nuk mund rrini ju këtu të shisni, tjerët rrinë atje paguajnë lek, ti s'paguaj lek. Projekti për rikonstruksionin e saj përmbyll ndërhyrjen në këtë zonë, që nisi me tregun e frutaperimeve dhe pasohet me hapësirën e tregtimit të mishit dhe peshkut. Tashmë, sfida për bashkinë është formalizimi i tregtimit dhe zgjidhja e konkurrencës së pandershme.